Benit gati, kë ke super po dokësh, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen në 25 pyetjet e prives. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi e madhe me të pas në program në një ambient full lux. Mas jenat e makinat, çfarë makine vozit edhe cilës ja kështë bu me gjerë qëto? Zorë me zgjedh dorën zemër, ha? Zorë, bre. Unë makinë nuk vozite, kom cek, se kom një fobi pak me vozit vetur, po kur pisho këtë këto vetura, për një me po më shtil me larguat fobin, kështë që kypë ma bëm pak me syja. S'ki faj, definitivisht. Je nashta personi maj komentum I javës fundit pas intervistës të kolegu Shpendi në kanape. Po besoj që njerëzit edhe kur po të takojnë, kur po të shohin, nëse të shohin nëpër rrugë, se di sa shumë del, kanë sene për më të thonë, cila është nashta fjalia që po e dëgjon mas shpesh këto kohë. Unë zakonisht gjithë e ku marrë komentin ma e bukur ku ke live, se sa në kamera, intervista, mos të livdoj shumë vetën. Ama që unë po ta konfirmoj. Apo? Shtu që kur të që t'ka thonë s'ta ka borraf. Faleminderit. Po për ndryshe për momentin po përflitëm veç diamantat e Benitës. Diçka tjetër, jo. Top tema. Top tema e javës në TikTok dhe jo vetëm është investimi në dhëmë të Benitës. Shumë e kanë komentu koston, dikush e ka besu, dikush se ka besu, 14.000, teknologjia e fundit, apo në asqarën një herë mirë. Po. Në intervistën e kalume jam tregu shumë modeste, me ju tregu drejtëm për çmim, po masi vetë se u bua kaq virale, kaq e përfolur. Që me letra pas ka ardhë, okej? Me dokumente, me letra, e ku marrë fakturën e dhëmbëve, që mundi me fokusu, 18.000 euro. 18.000 euro faktura e dhëmbëve. Që e falenderoj Dr. Smile, se edhe ma ka bua një zbritje, që jam e para që I ku bua këta dhëmbë, kështu që bukur ka ndalë. Me eshti në llogarinë matematikë 18.000 e dhëmbëve, po dhe në përgjithësi investime tjera, një përllogaritje totale, pa fatura normal, se një faturë pas ka sot me veti, sa është nashta vlera totale që ke investu në vetën tonë deri sot? Investim vetën, nuk që kom investu diçka shumë, se nuk jam famën e bëme. Thjesht me thonë në shtatë një operim që e kom tjetër, dikon 20.000 euro që aty dikon, bashkë me dhëmë, nuk ka diçka. Prita naj 40-50.000 që ka kërsi, vëlla me të kallëzu drejt. Për ka vetë jam shumë natyrale. Çka s'ka natyrale në trupin tënë me qëra fjalla? Po e lojmë sekret. Hajde, po e lojmë sekret. Cila është gjëja më absurde që ke dëgju për vetën? Ma absurde që po lidhet prap tema që jam full operime, për kundrazi nuk jam full operime, jam shumë bio, që më ka falë nana jam. Okej. Për ndryshe që kjo është mas shumë ti që e di. Intervista jep pak, ama taksirat më thoi za se cila që jep është virale. Cila është e video që kështë pas qef me fshi për internetit? Nuk e di, nuk kam naj intervist ose video që jam bua pishmon, se cilin e kum bua me shumë qef edhe me shumë knatësi, kështu që nuk e kisha largu na jonën. As në një që është viral në TikTok e kove djetra, një diçka... Jo, pse me largu. Unë jam kanë edhe aty vetvetja edhe në asnjë mënyrë. Bileve që letë qarkullojnë hala ma shumë. Po kom qatë me bua vetën me më këthi nostalgji ma e re. Ma e re në mosh, po. Ma e vogël, se e reti po e po. Se ta shumë. Kush janë 3 persona që I telefonon mas shpeshti? Mami, babi edhe vlla jam. Këta janë 3 persona që ma të rëndësi shumë jetën tame dhe normal hen gjistën e përditshmërisë të telefonatave. Kur të kap nervoza, cila është fjala më e shpesh që e përdor? O zot, nalëm. Nalëm mos bëj naj skandal. S'po shajshtë, du me thonë. Jo me shajt, jo. Femën bres, s'm ka hije. S'ka hije, ajo vlla me tonë këtë bukuri nuk ka hije, pajtona. Po dalim pak të muzika, po dalim pak të emrat e skenës. E përmenëm atë intervjist pjesën e repo vatjes, më I me thonë, edhe kisha nalë pak të hip-hop artistet e këti tregu muzikor, është një pyetje që shpesh e bojnë një farë krahasimi me rendit Tajna, Rina, Melinda, nga më e talentuara tek më pak e talentuara sipas teje. Nuk e pas nga mendu kështu si pyetje, po kisha mujt me thonë që si cila është e veçantë mënyrën, zhandrin e vetë, edhe se cila është ma e mirë se tjetra. E kom përshtypjen që pyetjen e trijave ngon mas shumë të Tajnën. Jo me tregu drejtën ju asnjëne nuk e ndëgjoj, kështu që respekt për të trijat për ndryshe. Kur jena të muzika, çka të shkputi me një periudhë edhe ai gati për rikthim?
më kanë shkut studimet edhe mos menaxhimi I mirë që u bë ndaj meje, po tash ma e gatshme se kur, do të thonë pritni bombat. Po vinë tepër shpejt. Çka ke studiu, se më lashën përshtypje pjesa e studimeve? Geodezi. Mos më ta marrë menja, inspektorin në teren, a del më rritja thua, a ka diçka që qetë në teren ty me matë? Rrujeni. Kështu nuk dukna, po jo me mësimet. Okej. Thuhet që më ki prona lokale, kogja shumë. Sa është të vërtet kjo? Është të vërtet, I posedoj pronat lokalet, normal prej familjes tam, edhe that's it, që kaq. Prej familjes I posedon pronat lokalet edhe me gjatë prej familjes e mundësën një lifestyle për vetin çfarë e ki, po a ka punu Benita mërën e herë, a ka bo farë punën e herë, veç ka nejtë si princesh. Shumica e njerëzve paragjykojnë edhe thojnë jo Benita nuk pas ka punu, e ka jetën luks, po përkundrazi po, Benita ka përvoj pune, jo më pundore. Në marketing të shitjes, të biznesi familjar, kam 4 vjetë përvojt punës. 4 vjetë përvojt punës? Që do me thonë edhe nëse du me hap naj biznes, jo me gatshme. Jo me përgatit, në kanë dimu, po. Mëse mjaftushëm. Sa shpenzën me sarish mujtë? S'ja kum qitë halala apsin, me tregu drejten, po vetë në kontabilistin. Po dykon në 7 deri. Varet krejt prej mujit, sa shpenzoj, sa kam shpenzime, dykon do 7 deri në 2.000 euros, po di. Shifër modeste, pritan ai 10.000, shëthuj se? Jo. Mujnë e kom klirë. Mujnë e lirë, po qanda t'i kish shtrejta? Sa për shpenzime. Qanda t'i kish shtrejta. O komentu kjo pjesë, mas pari qanta që e kisat me vetin intervist, nuk është që merna vesh shumë mëne, a mund është më kallëzu qëfare është të kësh? Është Chanel. Okej, kjo kushton diku... A me tregu shmimina se ma ndej po përflitet shumë për Angel. Nuk është sikur ajo tjetra, kjo pak me e thjesht, kështu që dikon 7.000 euro, që aty dikon? 7.000 euro qantë, po është original, a? Original. So, komentu dhe kjo pjesa që ki falës? Original janë, se kam punu për këtë pjesë, që me I pas qantat originale, po edhe me kanë falës, mu nuk ma hupin vlerën, se originaliteti jo mune, jo lëkura e qantës. Okej. Cilë është artikulli ma I shtrajt në garderobën tonë, në dollapin tonë? Po besoj është qantë? Hermesi edhe Rolexi që e kam në dorë, për momentin. Mirë shumë. Cila është shmenduria më e madhe që një mashkull e ka bo për ty? Ka udhëtu për një shteti shumë të lagët, për një takim me realizu, edhe në fond ai takim nuk o realizu. Edhe një tjetër që emri jam u bat atu të një dorë e mashkullit. Po nënjat e I pari, ja refuzove takimin rave pishmona, pse? Jo, thjesht prej fillimit nuk o që jem kanë të akord, kështu që e ka marrë mundin, po nuk o realizu si fond. E kjo ditë e fshiti tatun me lasera jo? Nuk e di, se as me ato as kom kontakt thjesht që ma kanë dërgu njerëzit, edhe ai vetë. Pjesa jote personale, pjesa e raportit sentimental, a ja nuk jenë lidhje sët? Jo, nuk jam lidhje. Jam super single, po nuk do me thonë që zemrën e kom ndry, e kom shumë të hapëm për personin e duhur. I cili u gjetë, nuk u gjetë hala, qysh është kjo? Jo, nuk u gjetë. Kur të vjen ju tregoj, intervistën tjetër. Okej, me pa tjetër. Për pos mu që më thej jo nuk jam lidhje kujt dhe për shkaj ke thonë jo herën e fundit? Dje, jo ma larë si dje, e kom pas një bashkëpunim që mu është ofru me shifra shumë të mbaja, po nuk u ka në favorin tam edhe e kom refuzu. Se nuk është për mu gjithë shka parja ose shifrat, për derisa une nuk dalë mirë në atë reklam, në atë bashkëpunim. Me qënë se nuk janë gjithë shka shifrat, nëse shpirti ju të binjak, a I duhuri që po e presim, do e kishtë rogën 450 euro në mujtë. A I kështë njësë një lidhje me to. Kallëzoj e sinqert. Shumë e sinqert, pse jo? Po kuptan, une nuk që e këqyri rogën ose pagën. Thjesht do të me kanë njeri me vlera edhe që më pëlqen mu, për ndryshe edhe dyshin me pas se nuk është problem. Bukur. Veç am plotëson mu shpirtnisht. Mirë shumë. Kur jemi të kjo pjesa e komentimit që përmendëm në fillim të intervistës, për pos bujës në aspektin e mediave, portaleve, TikTokut, kam rri kjo jehona jote edhe në për skeqe, edhe në për seriale vendore. A ke pa pjesën e të videos dhe të themi që shënjojnë krejt për pjesën e Dubajt? Po, kur më ka dalë në Instagram në Reels, u
kam fani, kum pas si fani edhe kum kesh, po momentin kur jom hi me shiku, mu ka dogë që shumë e kanë banalizu si temë, shumë e kanë tepru. Unë jam pro hajgareve, pro emisioneve humoristike, amo jo deri në qatë formë që me ma ule dhe imazhin tam, kështu që nëse ndodhë dhe njëherë, kemi me u përballë me ligj. Të vidja le të shekët intervjizë, do më thonë nëse vazhdo me bo... Nuk jam veç kundër të vidës, po edhe kitë personazheve që janë kanë aty, që i kanë bërë pyetjet edhe mu dok pak e tepër, se për ndryshe për mu s'ka problem sa dojnë leqisin emisione, po kanë mu përballë me ligj. Okej, një parlemër mi fort i ashpër, drejt për drejt. Me cilin personazh publik nuk do bashkëpunoj e kur edhe si kur që t'ju ofronin 100.000 euro? Nuk e di, nuk e kam naja artist që nuk më pëlqen ose nuk isha ba bashkëpunim, se kam naja mërë specifikisht me tregu drejtën. Me pas e thamë, Sonja me drejt për drejt. A ke fake account për me pa që po shkruajnë njerëz për ty? Jo, shumë pritoj, me Umer edhe me një Instagram tjetër, po kondo që du me përcjell, hi me Instagramin tam personal edhe nuk e kam problem. Kur është hera e fundit që je bo me lot ke kajt për dashuri? Nuk e di, unë nuk kaj për dashuri, se e mendoj ai person që të don nuk të ban me qit lot, kështu që nuk ja vlen me kajt për dashni, po jap kështu si këshill. Se ai person që ju don nuk ju ban me vujt ose me qit lot. Lidhja jote më e gjatë, sa ka zgjatë binit? Kush ka thonë që jam lidhje? Kur e kon lidhje? Me 21 vjet. Kur një herë e kon lidhje, inshallah? Jo, si më kanë. Kur heqa? Kur. Okej, pëllojna qështu. Njerëzit nuk kanë me besu, po sinqerisht jo. Nëse vetën në shtrat do e përshkruje me një kafsh, cila kishte me qena jo? Kur te provoj, ju tregoj. Veç mos o mësoj që do më nga thonë që ja lo e virgjër. E po tash ti mos e cakto, bash e virgjër, po kur t'ju tregoj, ju tregoj ma... Kur te provoj, ju tregoj më thua. Se u lidha. Okej. Pëllojmë kështu, po është e sigur një sen që në inboxin tënë ka shumë fytyra publike që shkrujnë, sidomos në këtë 10 diqën e fundit, është e vërtet, sa vipa muj me konë në inboxin Instagramit tënë? Krejt e strada, me një fjallë. Krejt e strada, Qa po thojnë e strada, apo të shajnë, apo të lafdojnë? Jo, nuk o që i lezoj se ma menagjojnë Instagramin SS Group, kështu që nuk merna. Planet për të ardhmën cilat jënë venit? Planet për të ardhmën janë disa bashkëpunime botërore që jemi të i planifiku me brende botërore që alo asni influencerës ka mujt me bashkëpunu. Po ashtu edhe me muzik, i kam disa plane shumë bombastike, kështu që pritni, muj me thanë prej Benitës. Benita ku mu shfaq në shumë gjyra, jo vetëm si këngëtare, artiste. Prej krejt 25, e pak ma shumë në ashta me në pytje që ti bona, cilja nuk u dash më të bo. So është një pytje me cilën e përmbyllit gjithmonë intervistën. Cila nuk u dash të më bo... Nuk e di, do shta që ajo për 450 euro. Se mu dok shumë... Nuk e di, së më pëlqaj shumë si pytje, se... s'kam koment. Ani, nuk është... Po e lajme që kaq. Nuk është qëllimi me të pëlqy krejt. Unë po të falenderoj shumë për 25 përgjigjet tua, 25 pyetjet e Priveva Liberta Spahiu, edhe po bom gati, dhe më thonë se i qele fronte, dhe më thonë, letutën pak estrada, letutën pak influenceret, se... Po ponet tonat, ka pak e trukt. Paske me dridh skenën në dy rrafshe. Faleminderit edhe për juve, kalova shumë mirë. Kënaqësi e madhe Benita, faleminderit shumë. Ashtu. Bye.